Grida Duma, ish politikanja e njohur dhe tashmë prezantuese televizive, ka tërhequr sërish vëmendjen e publikut. Këtë herë për pamjen e saj natyrale dhe larg imazhit të përpunuar me të cilin jemi mësuar ta shohim. E njohur prej vitesh si një figurë e elegancës, finesës dhe kujdesit të madh ndaj paraqitjes, Duma është shfaqur së fundmi pa grim në disa foto që kanë qarkulluar gjerësisht në rrjetet sociale. Në këto imazhe, ajo shfaqet e thjesht, e qetë dhe me një natyrshmëri që ka surprizuar ndjekësit e saj. Ndryshe nga paraqitjet e zakonshme televizive, ku çdo detaj është i kuruar deri në perfeksion nga grimi profesional, tek flokët dhe veshjet e zgjedhura me kujdes, pamja e re ka zbuluar një amë intime dhe më reale të saj. Reagimet kanë qenë të shumta dhe të ndryshme. Një pjesë e publikut e ka komplimentuar për guximin dhe për thjeshtësinë, duke e konsideruar këtë një shembull pozitiv për gratë që shpesh ndihen të kushtëzuara nga standardet e bukurisë. Të tjerë ndërkaq kanë vënë re se naturaliteti i saj e bën të duket edhe më afërt dhe më njerëzore. Ky moment i Grida Dumës vjen si një reflektim i trendit global, ku gjithnjë më shumë figura publike po zgjedhin të tregojnë veten ashtu siç janë, pa filtra dhe pa ndërhyrje, duke i dhënë një mesazh fuqizues ndjekësve të tyre. Në këtë kuptim, pamja e saj natyrale nuk është thjesht një detaj i vogël estetik, por një deklaratë e qartë mbi vetbesimin dhe pranimin e vetvetes. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.